Nëpërmjet u inaugurua qendra e re e rikuperimit të materialeve të riciklueshme financuar nga Bashkimi Evropian dhe partner gjerman përmes GIZ. Ministri i Mjedisit, Sofjan Jaupaj, tha se qendra do të grumbullojë, ndaj dhe shtyp plastika, letra dhe metale, duke i mbajtur larg landfilleve dhe lumenjve dhe duke i rikthyer në ekonomi. Është kënaqësi e veçantë për mua të jem sot këtu për të përuruar impiantin e rikuperimit të mbetjeve nëpërmet një investim që përfaqëson një hap konkret drejt ekonomisë qarkulluese në vend. Ky aktivitet vjen fill pas miratimit të ligjit të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ligj që synon të krijojë një sistem modern, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm që redukton ndotjen dhe rrit riciklimin. Krijimi i operatorit të trajtimit të mbetjeve krijon gjithashtu premisa për zhvillimin e një rrjeti të qëndrueshëm impiantesh të trajtimit fundor të mbetjeve në të gjitha zonat e menaxhimit të mbetjeve në vend. Me këtë rast, në fakt dua të shpreh një falënderim të veçantë për Bashkinë e Përmetit që vazhdon të jetë një bashki pionere në fushën e menaxhimit të mbetjeve, por edhe të zbatimit të projekteve. Ky investim bën pjesë në programin BE për ekonominë qarkulluese dhe qytetet të jetueshme dhe shërben si shembull bashkëpunimi mes institucioneve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar në rrugën drejt standardeve europiane, pohoi mëtej ministri Jaupaj. Investimi që shohim sot është realizuar me mbështetjen e programit IPA për ekonominë qarkulluese dhe rritjen e gjelbër, financuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Shqiptare, zbatuar nga GIZ në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit. Impianti i rikuperimit nuk është vetëm një strukturë fizike, siç e shohim, apo një zgjidhje teknike. Është shembull i një qasje të re kombëtare për menaxhimin e mbetjeve, që i shikon mbetjet jo si një problem, por si burim. Ky impiant nëpërmet përfaqëson një iniciativë konkrete drejt kësaj reforme që do të lehtësoj ndarjen në burim, përpunimin dhe rikuperimin e materialeve të ripërdorshme. Në thelb, ky është një shembull i transformimit praktik të politikave të menaxhimit të integruar të mbetjeve në realitete të prekshme për komunitetet tona. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, theksoi se ky investim tregon se si bashkëpunimi mes komuniteteve lokale dhe partnerëve ndërkombëtar mund të sjellë ndryshim real duke krijuar mundësi ekonomike dhe mbështetur rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Bashkia e Përmetit grumbullon rreth 1700 tonë mbetje në vit, por vetëm 1/3 e tyre riciklohet. Qendra e re synon të rrisë ndjeshëm kapacitetin e riciklimit dhe të mbështesë komunitetin në përfitime ekonomike.